Të nderuar miq dhe ndjekës të Top Albania Radio dhe të podcast Labirint në Tru. Është muaj mars, koha jashtë është e bukur, njerëzit janë duke udhëtuar tani me makinë, besoj për të pasur një të diel të këndshme. Mendoj që një bisedë në radio për muzikën, për jetën e tyre individuale, për pasionet, për fëmijët, për bashkëshortet dhe për të gjithë ecurinë e jetës së tyre dhe në një vështirësi që janë përballur ndër vite. Sot kemi të ftuar dy zonja të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, siç janë Teuta Doçi, sipërmarrëse. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit. Dhe Alma Strazimiri, mezzosoprano, një grua me një botë shpirtërore të madhe. Të dyja, njëra më e mirë se tjetra dhe tjetra më e mirë se njëra. Po bëjmë këtë lojë fjalësh për të kuptuar që keni qenë në shijet e mia dhe Eda Banës që jeni futur në gratë e përzgjedhura të këtij vendi për muajin mars në Top Albania Radio. Pra sot kemi dy zonja që kanë dhënë shumë muzikës shqiptare, apo jo? Dhe jo vetëm biznesit Teuta dhe muzikës Alma. Në skenë dhe pasaj me njohjet e tyre, me punën e tyre apo edhe me të afërmit e tyre, por edhe me impenjimin e tyre. Muzikës, e di pse e lidhëm me muzikën Teuta, sepse Teuta ka sponsorizuar dhe mbështetur shumë produksione muzikore në Shqipëri dhe kjo është një produksion muzikor pa mbështetje financiare nuk realizohet. Madje Teuta është një vlerë e shtuar sepse ajo që në 1993 ka nisur biznesin e saj dhe thot ai është ajo që di të bëj më shumë dhe më mirë nga të gjitha, por që Teuta ka treguar veten që di të bëj të gjitha. Faleminderit. Jam shumë e kënaqur sot që në këtë muaj të bukur, muajin e grave, të jem në këtë rezatim, sepse në një rezatim grasha dhe është shumë e këndshme në fakt kur e ndjen këtë energji nga gratë. Është e vërtet që tha Gjoj për post profesionit që mbase nuk e kam zgjedhur me fort dëshirë dhe pasion, po ai më radhë u detyrova që të vija pasionin në punë. Për mua po dhe ke rizu me dy punonjës dhe sot ka ecur përpara, apo jo? Dhe kjo është impenjimi yt më i madh dhe dashuria jote më e madhe. Patjetër, por pasioni i shpirtit pastaj është gjë tjetër dhe pasioni i shpirtit mbetet muzika dhe arti në përgjithësi, sepse e kam thënë dhe diku tjetër, në qoftë se një profesion inxhinier, mjek, ekonomist bën detyrën, bën punën, artisti jep gjithçka nga shpirti dhe na bën që të ndjehemi mirë ne. Për këtë unë e dua shumë dhe ka një person dhe një personazh që ka ndikuar shumë tek unë, që të më rritet dhe ta shoh nga një këndvështrim tjetër. Artin, muzikën, edhe ky personazh ju e dini që është vllai im. I thash dhe Gjojt më para, unë nuk kam asnjë merit, por kam pasur fatin që të rritesha në ndikimin e Agim Doçit edhe të muzikës dhe të njohjeve që fal ti unë pata me artistët, me artistet edhe me gjithë komunitetin e tyre për cilët kam një respekt të veçantë dhe që sot shumica e tyre janë miqtë e mi. Po që kanë ndikuar në rritjen tënde profesionale dhe të gjithashme. Patjetër. Alma, ne menduam të trajtojmë, ti ke nxjerr nga duart e tua, nga mendja jote art, mira talente, dhe unë nuk hezitoj të them që në qoftë se një gur i madh në vlerat muzikore shqiptare është vendosur nga dikush, kjo është Alma Strazimiri dhe nuk e them vetëm unë, po e thon shumë producent muzikor në Shqipëri. Të thoni fjalë të mëdha dhe të bukura për Alma, faktikisht gjithmonë. Dhe Alma i meriton apo jo? Unë ju falenderoj shumë, mirë, unë jam një tryezë fantastike këtu, me ty që je mike kaq e çmuar viteve me mua, me këtë vajzë bukuroshe dhe shumë të dashur dhe shumë mikpritse, me këtë zonjë të nderuar që po marr vesh tani që është dhe motra e Agim Doçit, që të roni ta kujtoni gjithmonë, dhe ndihem mjaft mirë këtu me juve. Sigurisht unë e kam nisur si këngëtare lirike. Po sigurisht. Punën time. Dhe në një moment të caktuar mendova që
të filloj të punën me studentët. E kemi më poshtë si pyetje. Pse në thojza braktisë se ti asi njerëz që ke braktisë muzikën, ashtu ishte në një formë. Dhe gradualisht unë kalova dhe u kanalizova në punën me studentët dhe kanë kaluar tashmë numëroj 30 vite të kësaj pune, sepse kanë filluar që prodhon talente për tregun muzikor shqiptar dhe botror. Edhe botror. Është edhe një bashkëpunim, sepse nuk është vetëm merita ime. Aty është talentet janë, domethënë talenti nuk është as faj as merit, po është një dhënë e Zotit që një pedagog thjesht të orienton në një rrugë të drejtë të kënduarit. Ama talenti përpunohet Alma, sigurisht. Por është edhe merite e prindërve që investojnë, është merite e studentëve që ulin dhe krijojnë kështu së bashku krijojnë një atmosferë dhe një edukat pune, pra nuk është vetëm merita ime, po është një bashkësi e tërë që prodhon një element gati për skenë. Mua në përshkrimin tënd Alma më ka bërë përshtypje një përshkrim që është i tillë. Alma mund të kishte zgjedhur shumë skena të mëdha dhe duartrokitje të jashtëzakonshme me drita, me shkëlqime vezulluese, por Alma zgjodhi të ishte mësuese. Kjo është e vërtetë. Të ishte një misionare dhe të përgatiste brezin e ri. Kjo është Joy. Dhe Alma nuk e bërtet kur këtë gjë në zemër që mund të ishte në skenat më të mëdha botrore dhe më brillante. Ka zgjedhur të prodhoj talente, të japi tregut muzikor dhe të mos e uluras dhe përtas me të madhe famën e saj që në fakt e ka të jashtëzakonshme. Unë kam qenë një studente shumë e mirë në fakt, edhe vokali im aso kohë ishte në preferencat e kompozitorëve më të shquar asaj kohe. Në moshën 24 vjeç un kam kënduar simfoninë tragjike, vetëm as simfoni për zë dhe orkestër të kompositorit. E kemi ekskluzivitet këtë gjë për podcast Labirint në Tru. Është përfshirë dhe enciklopedinë botrore të Albana Balliut dhe sepse ka qenë një simfoni e shkruar asaj kohe për fëmijët e vrarë në luftën të Bosnjë-Hercegovinës dhe kemi shkruar bashkë me profesorin atëherë dhe kemi marrë leje në ambasadë për ta kënduar dhe ka qenë një event shumë i rëndësishëm për mua, sepse profesori mund zgjidhte këngëtar, unë isha studente në vitin e fundit dhe mund zgjidhte këngëtar nga teatri operës, ai zgjodhi pikërisht vokalin tim sepse kishte dramaticitet në tingull. Dhe kështu shkuan vitet e para, domethënë kam lëvruar shumë muzikën kontemporane në Shqipëri dhe të gjitha, me thënë të drejtën, të gjitha kompozimet e reja, se ishte muzikë e reja sa kohë bashkohore. Atëherë në atë kohë vinin partiturat tek unë. Meqense do ta prekim atë besoj me Joy pjesa tjetër kur ka kënduar në diçka shumë të rëndësishme që do të thot më vonë, po. Shiko, Eda, rikthimet në skenë janë përgjithësisht shumë e madhe kur di teknik vokale dhe di se si duhet këndosh. Pra është të ulesh, të rikthesh tingullin, dhe ky është një proces më vete. Është student dhe ndryshe të këndosh vetë? Jo, nuk është e njëjta gjë, por të duhet kohë të ulesh dhe të merresh me vete. Dhe një që përgatit talente është shumë i përgjegjshëm. Unë tani di se si këndohet dhe tani kjo më duhet më marri kohë të plot, të fokusohem tek vetja. Unë kam jetën të ndarë me studentët edhe me familjen time. Tani madje edhe kohë për miq nuk kam shumë, sepse Joy e di, unë kam vetëm 2 orë të mëngjesit kohë dhe pastaj gjithë dita ime është në shërbim të njerëzve që duan të këndojnë. Tani zonjat tona të bukura, Labirinti në Tru mbështetet nga Lajthiza, ndaj unë e kam bler parë. Do bëjmë gëzuar me Lajthiza dhe faleminderit Lajthiza. Është i preferuar. 1 minutë publicitet dhe do rikthehemi me Labirint në Tru me 2 zonja të arta, Teuta Doçi dhe Alma Strazimiri. Jemi rikthyer në podcast Labirint në Tru në Top Albania Radio. Është e diel, dita është e gjatë, familjarët bashkëbisedojnë me njëri tjetrin dhe dihet që diel preket shumë muzika, arti, jeta individuale, familjare dhe për gjitha këto ne do flasim në vazhdim me 2 zonjat tona të nderuara, Teuta Doçi dhe Alma Strazimiri. Do bëjmë një kujtesë Joy të diferencës së ndryshimit të muzikës ndër vite, pra si ka qenë, dhe prandaj ti je shumë pasionante pas muzikës dhe ta kam besuar ty këtë temë. Faleminderit dhe unë jam shumë e lumtur që kam përballë këto 2 zonja kaq të çmuara. Unë kam një pyetje për Almën, që të futemi direkte në temë.
Sa kritike apo gjithpranuese jeni ju me muzikën që prodhohet sot? A ju shqetësojnë tekstet dhe mesazhet që përcillen tek të rinjt? Shiko, unë flasë, mendoj që çdo epokë flet gjuhën e saj. Nëse do të bënim një krahasim për shembull të muzikës sot me muzikën, le të themi para viteve 90 ku nuk lulëzoi, le të themi teknologjia, kjo mirë them teknologjia, do të them që ka diferenca të mëdha, por në të dyja kohrat ka pas të mira dhe problematikat e tyre. Për shembull, vitet 90 kanë pas shumë pak hapësirë. Po para viteve 90? Edhe para viteve 90 ka pas shumë censur, ka pas hapësirë, po. Po që pari folëm, censur ka pas edhe në Shqipëri ndoshta, apo në vendet e tjera të europiane nuk ka pas censur atë. Po, ka pas një kulturë shumë të madhe muzikore, një audiencë të përgatitur në vesh, që kultivuar, sigurisht e edukuar. Kurse në Shqipëri ka qenë një, si me thënë, produkti artistik ishte shumë i filtruar, ishte, si me thënë, kishte vetëm një televizor dhe nuk kishte rrjete sociale. Shumë pak aktivitete, por kualitetet pastaj kanë qenë të jashtëzakonshme. Sepse kanë punuar mendoj më shumë për shpirt se sa për para. Po, jo vetëm kjo, po sepse një kompozim për shembull bëheshte nga një kompozitor që ishte profesionist i asaj pune. Një tekst shkrues, ishte edhe poet. Ndërsa tani kjo është më e reduktuar, por shife, njësia matse është koha. Sa i reziston një produkt artistik kohës dhe sa këndohet ai, për shembull muzika e viteve 90 dhe para viteve 90 ngre akoma stadiume dhe mira vetë në këmbë, këngët e Fehimi Ibrahimit, të Aleksandër Peçit, të Ardi Xhebres, të mjaft kompozitorëve, të Avni Mulës, të mjaft kompozitorëve të tjerë. Pra kanë 30 e më shumë vite që ato këndohen e përcillen brez pas brezi dhe kjo është, do të them, një siamace. Nuk e dim se si do të ndodh me muzikën e ditëve të sotme që është shumë komerciale, që jepet shumë rëndësi, le të themi, një më shumë rëndësi jepet produksionit se sa vokalit, sepse vokali vishet tash me teknologjinë dhe ti mund të jesh këngëtar, secili nga ne mund të jetë këngëtar. Dua një ndërhyrje të vogël nga Teuta. Një tekst para 90-s me tekst të sotshëm, sepse ti i do shumë tekste, duke qenë se edhe e do e thuash vetë pse i do ka shumë tekstet e këngëve shqiptare. Çfarë ndryshimi dhe çfarë impakti la poezia e një këngë para 90-s dhe çfarë impakti vazhdojnë e lënë tekstet sot? Shiko, te këngë, sipas meje, ka rëndësi teksti përveç zërit, po. Dy momente janë për këngën që të jetë të mbetet në kohë. Keni dëgjuar që një këngë kur shoqërohet nga një orkestër simfonike, sigurisht ka një tjetër qasje. Prandaj ne të gjithë mezi e presim atë festivalin e fund vitit, sepse është i vetmi aktivitet që është me një orkestër të madhe, të plotësuar, dhe që këndohet live. Prandaj ajo orkestra është e para gjë, mendoj unë, dhe jo vetëm unë, po besoj edhe ju, profe, që është, do të thënë, ajo që jep energjinë, themelin këngës. Pastaj kalojmë dhe tek tekstet. Unë mendoj që atëherë thuheshin tekst shkrues, por në fakt tekstet duhet ishin një poezi, sepse brenda një kohe shumë të shkurtër duhet të transmetonin ide, çfarë kënga kishte, dhe ka pasur poet të këngës të jashtëzakonshëm në Shqipëri edhe në vitet, do të thënë që në vitet 60 janë këngë që ne i mbajmë mend mirë dhe këndohen me shumë dëshirë edhe tani, por edhe mbas viteve 90 ka këngë goxha të fuqishme në tekste, sepse tekstin e vlerëson shumë, të paktën ne kemi qef të dëgjojmë gjithmonë muzikën italiane dhe jemi frymëzuar prej tyre. Por tekstet që shkruante Mogoli Italis, që vazhdojnë të këndohen dhe sot, bashkë me grupin e Koçantes, për shumë atje nuk përsëritën. Tekstet e Shqipëri, tekstet në Shqipëri, domethënë kampione Esha Jorganxhi, por kampion në
në tekstin përveç Xhevair Spahiut ka qenë dhe Agim Doçi që është dhe që unë jam motra e tij, ai është ai. Po, ka shkruar aq shumë këngë sa edhe njerëz të afërt, Gjok Beci patjetër. Ai ka shkruar për shembull aq shumë këngë dhe aq shumë tekste sa njerëz që me të vërtetë janë miqtë e mi, nuk e dinin kur i themun edhe këtë. Prandaj dhe kemi quar për pjesën e muzikës që na tregon edhe për tekstin e Agim Doçit. Ka qenë shumë dimensional. Të madhet Agim. Edhe në lirik, edhe në dashuri, edhe në risi, për shembull mbas viteve 90 ai shkruajti disa tekste shumë të fuqishme që ishin horoskopi, ishte gjëja e parë që ponte. I këndoi Lady Diana's Lady D. Po. I këndoi mënyrës së re të veshur me xhinse, e kupton që rinia ndërkohë hiç njerëz maskat ishte një thirrje në fakt. Madje ai guxoi i shkruaj edhe vdekjes para se të ikte nga kjo botë. Pastaj ai ka bërë disa thonë që disa njerëz domethënë disa artistë e shkruajnë këtë, domethënë nuk është i vetmi, por ai ka shkruar disa 2-3 variante dhe unë me thënë drejtë nuk më pëlqente fare kur ai ishte në këtë jetë. Kur i lexonte, Kur i lexoj, nuk më pëlqente, ndërsa tani them që sa mirë që i ka lënë. Si e pas ka menduar këtë gjë me çfarë. Me thënë kjo është, por tekstet e më vonshme pastaj mori pjesë në festival. Të u ta lua pak ta cek, meqense lidhet me muzikën. A e ndier mirë kur ke qenë shpesh herë sponsor tek shumë produksione muzikore, sepse unë e di që ti e ke bërë. Dhe ke kontribuar, dhe ky është kontributi yt në këtë emision. Modestisht, se nuk kam dashur asnjëherë ta them, modestisht, unë prandaj e thash dhe më parë që nëse profesionet e tjera bëjnë detyrën e tyre, arti dhe artisti jep pjesë në shpirtit. Dhe ti e ke menduar. Kur jemi të mërzitur, duam të dëgjojmë një këngë, nuk duam të lexojmë për shembull, meqense ju keni një profesion inxhinier, nuk mund të lexoj forcinë e betonit. Edhe të ndihem e lumtur. Do dëgjoj një këngë, do dëgjoj një muzikë, të shplot. Dhe këtë investim ti e ke parë edhe për shpirtin e kam parë, jo vetëm të gjithë njerëzve. Dhe prandaj unë për artistët edhe për profen që kemi këtu, se kështu më pëlqen ti të ras profe. Kam një veneracion, domethënë një sepse po, si do ta kenë gjendjen e tyre shpirtërore, duhet këndojnë, duhet japin, duhet kenë melodinë, ndërsa ne edhe mund ta kyçim gjën edhe për ta ndihmuar këtë punën e teksteve, mund të lexoj 2 tekste që të ndihmojnë. Sa bukur lexon, je vlerë këtij podcasti të lexuar. Dhe është edhe një quiz për të utën. Për atë dhe lok jam kale, për flamurin kuqezi, jam ushtar në UÇK, do t'i sjell vendit liri. Brez pas brezi në këto votra, jam i lash sa vet Europa. Pra është marsi UÇK-s, teksti Agim Doçi. Tani do sjell edhe një tekst tjetër. Oh baby, a e din që unë jam self-made, kudo që jom, unë i kam all paid, ti po don me u bo si unë, po nas jemi të njëjtë, jemi fake, bang bang, unë i kam krejt. A mundën të rinë të dyja bashkë në kohë që jetojmë Alma? U mundova ta përshtas. Secili e ka marrë muzën dhe frymëzimin në kohën që ka jetuar. Por mendoj që tekstet i kanë dobësuar shumë. Jo vetëm që i kanë dobësuar, po marrin guximin të shkruajnë të gjithë. Pra, po tani jo vetëm tekstet marrin guximin të shkruajnë të gjithë, edhe muzikën dhe këngëtarë të bëhen të gjithë, dhe artistë të bëhen të gjithë. Por është konsum, siç është edhe ritmi dhe dinamika e përditshme. Dhe ajo nuk ngjelet në memorie. Po, është një lloj fjalësh më tepër, domethënë dhe jo gjithkush e preferon ta dëgjojë, pra kanë audiencën e tyre. Por sigurisht që këto i selekton koha. Unë mendoj që këto skarcohen me kohën. Alma, po prodhon sot, po prodhohen muzikant edhe këngëtar edhe artistë të rinj. Po si sigurisht që prodhohen, sepse po për festivalin si mendon? Është i njëjtë me festivalin që ka pas qenë bërë dhe që ne mezi prisnim ditët e dhjetorit të shihnim. Unë shikoj që ka një tendencë shumë të mirë dhe vjen, domethënë në çdo vit ka artistë që evidentohen. Sigurisht ende ka një selektim, besoj, ende ka një lloj filtri kur hyn në për këto aktivitete. Unë shoh jo vetëm festivali, por shikoj edhe disa formate të tjera që e ndihmojnë festivalin, sepse është kulminacioni i një artistike, një vendi sepse çon përfaqësues dhe në Eurovision. Them që shumë formate televizive tani, pa dashur të prek, por për shembull kënga magjike,
e mjaft formate të tjera televizive ka një tendencë që të kenë sidomos artistët e rinj si vjet, tek nga magjike kanë qenë të jashtëzakonshëm. Domethënë The Voice mungojnë shumë The Voice-et, unë dua t'i bëj një thirrje topit edhe për The Voice Kids edhe The Voice për të rritur sepse ka qenë një fabrikim radio nga madhja Alma Strazili. Jo, po duhet sepse janë hapësirat e vetme që ne kemi për ta përçuar jo vetëm punën tonë, po ka shumë talente. Edhe ato duhet të dinë ku mbeten dhe çfarë të bëjnë jetë, sepse këto filtra që kalojnë dhe këto i rrisin profesionalisht dhe ai kanalizohet diku. Pra, një student dhe një fëmijë duhet jetë i qartë në procesin e tij se ku duhet zëri vend. Alma duhet të cek pak, jo se jemi në Top Albania Radio, por Top Albania Radio ne drejtojnë Ledion Liço dhe Edea Demalia. Që unë i përshëndes. Gentian Demalia. Po, unë kam pas studente. Ka bër disa leksione me mua dikur, po, ka bër disa leksione. Dhe që është edhe këngëtare, këndon. Kemi bërë, nuk e di nëse më mban mend, por me siguri që po. Dhe këtë thirrje që bëre drejtoja Ledionit edhe do doja shumë, unë kam dashur një hapësirë për ta them sepse janë të thash formate që jo vetëm evidentojnë, por i rrisin e merr ato produkte dhe ti ke mundësi ta zhvillosh dhe ti krijosh hapësira se është ndryshe ta kultivosh një fëmijë që në vogëliqën e embrion dhe është ndryshe pastaj kur ai del sporadik edhe po ashtu shkon. Sigurisht ka talente, por embrioni është shumë rëndësishëm dhe drejtimi që në embrion dhe rritja që në embrion është shumë rëndësishme. Pra gjetë hapësirën për t'i bërë thirrje. Është shumë e rëndësishme. Sepse kemi shumë pak aktivitete. Ne kemi disa aktivitete. Bëhet muzikë e mirë tani apo neve mbuluar nga nostalgjia që kemi për të kaluarën, mendojmë se ka qenë dikur më e mirë. Po me kohën që është, me ritmin e kohës, ka muzikë komerciale, ka muzikë edhe të qëndrueshme. Sepse jo domosdoshmërisht një muzikë komerciale është nuk është e mirë, a? Sigurisht. Unë them që njësia macë është koha. Unë insistoj shumë tek kjo, por jemi në një shoqëri konsumi, kështu që edhe muzika dhe arti tani nuk është më si një fast food, po si një pije që pihet, tolerohet edhe domethënë është radha e tjetrit. Edhe formate televizive, edhe Big Brotheri i famshëm nxjerr element mjaft të mirë, po vitin tjetër kurorën do ta mbaj dikush tjetër. Tani Alma Teuta, një pyetje interesante me qenë se Alma preku Big Brotherin. Nëse Big Brotheri do bëshe për një moshë të 40 e lartë dhe nuk do kishte shumë të rinj, a do pranonit të ishit pjesë e Big Brotherit? Përgjigje për një minutë Teuta dhe Alma. Pse Teuta? Sepse nuk ja i format? Nuk jam e para, nuk duroj dot të jem mbyllur. Nuk është e pamundur. Nuk do pranoj ftesën, a? Edhe prandaj nuk do pranoj. Jo, nuk është e pamundur. Po ti Alma? E shikoj si një eksperiencë jo shumë për posturën time për shkak se unë nuk jam shumë natyrë që dua të ndaj gjithçka time në. A do bëje konkurse muzike brenda po tishe? Do t'i bëja konkurse me shumë knajtësi dhe do t'i bëja të gjithë këngëtarë profesionistë, kjo është tjetër gjë. Jo, Joy, duhet të futen persona të tillë, vërtet që ta rrisin çike edhe cilësinë e gjës. Po i bëjmë thirrje. Unë nuk jam shumë, ato janë element, tani po flasim sepse jemi në shtëpinë e tyre, janë element të marr, nuk janë domosdoshmërisht që duhet të jenë emrat që kanë bërë diçka në jetë. Ato janë njerëz që vendosin me art edhe me kulturë, do ishte më bukur nga jeta e tyre dhe kur ai shkon 200.000 ndjekës, 300.000 ndjekës, ai është personazh sepse dikush e klikon, është algoritëm puna. Dikush e klikon dhe ka dëshirë të shohë jetën e tij. Domethënë kanë audiencën e tyre dhe janë simpatik për ato njerëz që duan të shohin. Faleminderit për përgjigjen e shpejtë, të saktë dhe të koncize dhe për Big Brother sepse nuk e kemi prekur, po kisha kërshëri për të kuptuar ky brez. Më është bërë ftesa. Njëshi, dyshi, treshi dhe e kam refuzuar. Më është bërë ftesa. Si dihet, maj dire maj, kur si dihet. Diçka për Teutën? Teuta ke nisur biznesin që në vitin 1993 dhe thua që është ajo që unë di të bëj më mirë nga gjitha dhe kjo është vlerë e shtuar për ty. Gjithashtu e ke nisur vetëm me 2 punëtor bashkë me bashkëshortin tënd dhe të punosh me bashkëshortin është vërtet edhe kjo, si të thuash, një merit, pasi nuk është e lehtë. Nuk e mendojmë ne tani, mendojmë ne, nuk e dim për ty. Gjithashtu e dashur Teuta, ke marrë pjesë në filmin Mimoza Lastica. Dhe kjo gjë të ka dhënë një tjetër status kur ishe fëmijë.
Dhe fundit fare. Po ja prapë se ishte brenda kësaj teme. Dhe fundit fare ishte brenda kësaj temës se ti ke një këngë të tënden të jetës, e cila është edhe kënga jon, besoj, edhe Xhoit edhe imja. Po e imja është një është e sigurt. Hotel California. Hotel California. Nuk e di nëse e Almës është, por domethënë një nga këngët e bukura. Një ndër këngët domethënë që të ngrepesh, a është ende kjo këngë e preferuar e jote? Këngët mbeten. Edhe pse atë që po thoshim, dalim te Alma që tha, një tregues është koha. Pra, flasim fiks për treguesin. Në çdo moment, sa herë dëgjoj atë këngë, unë kthehem, jam shumë tip nostalgjike. Kthehem pikërisht në momentin kur e kam dëgjuar për herë të parë, që kam qenë kushte të tjera, por gjithmonë me të njëjtin burr. E kupton me këtë që kam sot. Mos është periudha që e njohur me bashkëshortin? Pikërisht në atë periudhë kur kemi shijuar momentet tona, ka qenë kënga e parë që ne kemi dëgjuar dhe pastaj nuk rreshtëm më së dëgjuar. E keni vallëzuar juve këtë këngë? E kemi vallëzuar aq sa kemi mundur, sepse vallëzimi bëhet dysh. Unë kërcej më bukur, ai përpiqet të kërcej, por s'ka problem. Do me thonë, është mbajtës i mirë, është mbajtës i mirë. Ti preke filmin, më çove shumë larg në vitin 1973, kur unë isha një fëmijë, dhe është një nga kujtimet më të bukura të jetës sime. Në atë kohë që dhe aparati ishte i rrallë, jo më dhe ke foto, shumë foto. Dhe o te uta për gra, si ti duhet një libër nuk enciklopedi. Nuk mjafton një podcast edhe një emision si thotë Eda. Ndërsa ti prekem nga pak, ndërsa zgjedhja biznesi që kam kaq vite që ishte për momentin zgjedhje që koha na detyroi të merreshim gjithë, se me diçka do merreshin atë kohë. Pra nuk ishte pikërisht ajo që ëndra ime, por meqense në të edhe ngele, kam 35 vjet dhe qëri, a është qef të punosh me bashkëshortin gjithmonë? Me thënë drejtën jo. Nuk është gjithmonë qef. Pra se po mos shikoj strëmbër që parë. Nuk është qef gjithmonë, sepse njeriu do dhe hapësirën e vet, unë e kuptoj që unë jam pak tip që e shpreh më tepër, mbase ai nuk e shpreh më tepër, mbase e thot me veten e vet, por njeriu do të hapësirën, por përsëri përpiqemi që secili të bëj atë gjë që mundet të bëj më mirë, atë pjesë që i takon, pa interferuar shumë, sepse dhe i quan veten një grua të realizuar në përmbledhje të gjithë këtyre. Shiko, është shumë vështirë ti përgjigjesh kësaj pyetje. Pra kur njerëzit tonë të realizuar, unë nuk mund të them që e realizuar sepse do me thënë, kisha projektuar dhe ca gjëra tjera për veten time. Të cilat do t'i bësh, Të cilat kam filluar, për shumë kam filluar t'i bëj. Unë më tregova që parë që unë kam filluar prej 2 vjetësh të mësoj një pianon. Po. Në ato momente që kam, po. Që jashtëzakonshme. Është një që dhe shumë e mirë, më bën mirë për trurin, më bën mirë për memorien, por është një pjesë e pasionit tim, nuk shkëlqej, të kuptohemi, por e di çdo thotë që po ngjitem lart dhe të vazhdoj të luaj sepse është një gjë. Dhe kjo të kënaq të frymëzon. Patjetër. Të frymëzon, besoj dhe sjell emocione. Sigurisht. E sheh dhe ndjek muzikën ndryshe. Unë drejtoj një akademi të uta. Një pjesë tënde. Drejtoj një akademi dhe para një jave vjen një zonjë, ishte zonjë e bukur e kuruar, edhe më thotë i thot vajzës që është asistente, unë dua të takoj drejtoreshën, e takoj me shumë mirësjellje, dashuri, thot, unë kam një që jap matematiken. Më ka lodhur, thot, ka momente që matematika është një shkencë që ti duhet jesh gjithmonë korrekt me shifrat, me numrat, me gjithçka. I tha edhe dua të vazhdoj pianon. Tash dhe pianoja është një lloj matematike në vetë, sepse solfezhi nuk është matematika muzikës, si thash. Kështu që mirë se erdhe në këtë tempullin tonë të matematikës muzikore dhe ajo tani po ndihet në qiellin e 7 që ka filluar pra është në pension dhe thotë këtë kohë unë dua ta mbush duke mësuar pianon. Se kam mësuar në rini, por dua ta mësoj tani. Dhe s'ka gjë më të mirë. Unë jam shumë kurioze të di për Almën, a gjen kohë në privatësinë e saj për të dëgjuar muzikë dhe nëse e din për të hutën këngën e saj të preferuar, cila është e Almës? Unë duke qenë se me thënë të drejtën jam gjithë ditën në marrëdhënie me muzikën, unë kur mbaroj punën dua vetëm qetësi. Madje kur jemi edhe në makinë me bashkëshortin. Nuk dëgjon muzikë në periudhat e tua të qetësisë? Jo.
nuk dëgjoj muzikë. Un kam nevojë në ato momente vetëm për qetësi, për dhe për reflektim. Un kam nevojë për reflektim, kam nevojë të mendoj për shkakun formula e një nxënësi si duhet të jetë për ta bërë nesër më mirë. Domethënë gjithë procesi im dhe gjithë jeta ime 24 orë që është i lidhur me punën dhe me fëmijët. Besoj duhet pak si çuditshëm. Duhet yoga dhe meditimi, mendoj. Jam shumë dakord. Un mbushem gjatë gjithë ditës, domethënë jap marr dhe kam një dinamik, domethënë me një ritëm të jashtëzakonshëm, gjë që unë e di që nuk më bën mirë në të gjitha rastet, sepse është një konsum shumë i madh. Nuk e prisja. Por vjen një moment për shembull që unë përfundoj dhe dua qetësi absolute. Madje edhe në shtëpi flasim me zë shumë të ulët. Po sepse është konsum i trurit edhe i mendimit gjatë gjithë kohës. Edhe në makinë kur udhtoj nuk dua. Atëherë edhe për mendimet duhet ujë, ndaj do freskohemi me lajthiza dhe për 1 minutë publicitet rikthehemi. Në pjesën e tretë të Labirint në tru në Top Albania Radio. Labirintet e trurit janë ato skutat që ne kemi menduar ti zbërthejmë, si zbërthehen formulat e matematikës dhe solfezhi i muzikës, sot me Teuta Doçin dhe me Alma Strazimirin. Alma, një pyetje më shumë kuriozitet, se sa të më thuash që kam prodhuar kaq talente. Kush janë disa emra në Shqipëri dhe në botë që të kanë ngelur në mendjen tënde, në labirintet e trurit tënd, ndër vite përderisa ti ke gati 30 vjet që nxjerr talente të nxënësve dhe studentëve tu? Unë e di që do të vinte keq ta filloja me Oriolën sepse nuk do. E di pse, sepse në të dyja rebelohemi pak në brëndin ton, se përse ai super talent nuk e vazhdoj paralelisht edhe të kënduarit e muzikës klasike. Ajo mund të këndoj gjithçka. Po, për gjithë ata që nuk e dinë Alma Strazimiri, zysha Oriola Marashi. Oriola do ta shpalosi veten dhe se duket sikur tani kemi nxjerr furçat për njëra tjetrën, por nuk është e vërtetë, nuk hyn në njerëz. Unë hyn në njerëz që ta vë sulën sipas kokës. Dhe ndoshta kjo është edhe një çelë suksesi që un kam, domethënë vërtetësia që kam me studentët. Ai duhet të di dhe prindi masën e talentit dhe Oriola ka qenë një nga talentet më të mëdha që kanë pasur në duar me masë të madhe talenti nga Zoti që e ka shpalosur pastaj me ato hire dhe nurin e saj në pasarela. Por kam pasur shumë, unë kemi fituar me Gjojden Dervishin, kemi fituar Virtuozët, kam fituar me Anja Myrtajn, shoku Intili në Top Channel, kam fituar se këto nuk e kemi shënuar në kurikulum, ka disa vite që unë se mbush më kurikulumin. Kemi fituar vjetë me Leandra Goda në çmimin e tretë, edhe çmimi i parë ishte produkti im, pavarësisht se ndonjëherë puna të merret. Po si ndjeni juve Alma kur ata nxënësit tuaj bëhen të nuk ndihem shumë sportive, sepse kjo është detyra ime. Unë siç thot zonja që bëj mirë biznesin, unë di të bëj mirë këtë gjë dhe nuk është ndihem mirë dhe ndihesh më shumë krenare ndoshta. Ndihem komode dhe është një test për punën time. Unë nuk i shoh si, domethënë i shoh thjesht si një test të asaj çka unë bëj për ditë. Okej, Alma, a kanë defekte talentet, se s'duhet na thuash vetëm fjalë të mira. Defekte të talenteve. Nuk janë shumë punëtorë. Pra, mes punës edhe talentit, kush fiton? Të dyja bashkë janë, kur ka një orientues shumë të mirë, një pedagog që i nxit. Por talenti pa punën, besoj? Ja. Humbet, nuk funksionon. Humbet. E gjen veten, por gjithmonë në luftë me veten, sepse masa e talentit nuk përkon, duhet nëpërmjet teknikës të dalë. Një pedagog im i universitetit shpesh thoshte që mes një studenti që ulet dhe lexon 5-6 orë në ditë, me një student që është zheni, fiton gjithmonë ai që ulet dhe studion. Fiton, por gjithmonë një flori mbetet një flori. Ai do të dalë diku siç doli vajza juaj dhe e imja bashkë, nxënësja ime, me ato komente brillante. Tani s'duam ta llastojmë shumë. Kishte defekte ky talenti, kjo Oriola jote që e ke dashur dhe në fakt e ke lartësuar. Shiko, vetmi problematik është që natyra e saj rebele pak për të ulur me këtë në tokë në kohën e dur, kur donim ne. Jo, nuk dilte në skenë kur donim ne. Pra jo i thoshte jo skenës kur. Jo.
Domethënë është individualitet artistik në fakt, unë e quaj rebelizëm në marrëdhënie me punën, por është individualitet artistik sepse ajo e gjeti veten diku tjetër dhe them që ajo ka për të shpërthyer edhe në arte. Tani për fat ajo vazhdon në një kompeticion muzikor, kështu që e ka përplotësuar dëshirën time dhe tëndën se Eda për gjithë ata që nuk e dinë. Unë dhe Alma kemi bërë një luftë jashtëzakonshme rreth 10 vite që për ta nxjerrë në skenë. Alma pastaj ka bërë shumë vite kompeticione në Prishtinë, në Tiranë, ka fituar, në Shkodër. Gjithmonë ka qenë absolut, çmimi absolut edhe në kompeticione nacionale dhe internacionale. Ne gjetëm rastin ta themi në Top Channel që ajo ka studiuar me Alma Strazimirin mbi 6 vite. Shumë vite. Muzikë. Megjithatë, jo vetëm Oriola, po shumë studentë të tjerë. Di 2-3 studentë në botë që janë me emër të dhe që duhet na i thuash. Ajo çfarë mua shumë studentë, Anjeza Marku e shumë të tjerë, domethënë tani jam shumë konfuze. Ti ke disa soprano në La Scala, në disa opera, janë shumë dhe s'do t'i evidentosh. Jo, janë të gjithë ato që me të cilët kemi bashkëpunuar. Nuk them që është thjesht puna ime Joy. Është masa e talentit mirë që është modeste dhe nuk e thua, por puna jote është jashtëzakonshme. E di cila është diferenca që un mund të bëj është që un bashkëpunoj shumë me prindin. Prindi është prezent në procesin tim mësimor. Në rritjen e një talenti. Un mendoj që është një trekëndësh i cila njëra po të çedoj nuk arrin produktin e duhur. Dhe ka gjetur Chelsea. Po, sepse mësues. Unë e mbaj prindin sepse prindi jo vetëm duhet ta ndjekë procesin e fëmijës, sepse jo gjithkush kupton dhe jo gjithkush prodhon. Ky është një mesazh shumë i madh për prindrit. Ka të drejtë edhe për mësuesit. Mbasi nga unë kur të dëshiroj, sepse ne nuk jemi, si me thënë, pronar të atyre fëmijëve. Ne i udhëheqim për pak kohë, pra sa është një kontratë morale shpirtërore, sepse kthehet ajo dhe emocionale dhe shpirtërore, sepse me shpirtin komunikojmë, domethënë zëri është një lloj shpirti. Zëri është shpirti dhe këndojmë pastaj edhe siç jemi me, dhe duhet ta sjellësh në parametrat e duhur një student edhe nga ana njerëzore, edhe nga ana sociale, që ai të prodhoj më të mirën e mundshme. Tani një pyetje për Teuton. Si motra e poetit të madh Agim Doçi, si përjetoheshin në shtëpitë tuaja momentet kur fitoheshin festivalet, çmimet, kur vargjet e tij ktheheshin në himn, ju e dini shumë mirë, në porruk. Si e ndjer këto ditë ndërsa këndoheshin këngët e Agim Doçit, si ndiheshit? Dhe këto ditët e fundit, domethënë këto ditë e fundit që ka qenë aktuale shumë. Po, për shqiptarë për pavarësinë e Kosovës. Për hir të disa çështjeve dhe problematikave që të gjithë i dim, situatës aktuale me Kosovën, me thënë drejtën, kur kam parë që të gjithë e bënin postimin e këngës, këndohej masivisht kudo. Edhe sigurisht edhe unë do ta bëja se dhe thoja me vete ta dinte që sa shumë e duan, sa shumë e këndojnë, sa shumë ja din fjalët përmendesh dhe si e ka shkruar. Do me thënë, edhe një intervistë që dëgjova të bashkëpunëtorëve të tij që ka qenë Zhulali, Piero Çako, dëgjova në fundit dhe një goxha intervistë Zhulali dhe thoshte që në 80 koncertet edhe ca koncertet që janë bërë atëherë për Kosovën ai shkruan tek gjithë natën, edhe çdo dhimbje e kthente në tekst dhe ai e kthente në muzikë. Që kështu ato vargje aq të Ja pra që njerëzit e mëdhenj nuk vdesin kurrë. Po dikur si përjetoni? Dikur presmarën festivale unë duke pasur, e kam thënë, unë ka shumë diferencë me Gimin. Kam qenë gjithmonë diçka që më merrte me vete. Edhe ndjesha mirë sepse kam qenë prezente në përgjithë festivalet. E përkëdhelur gjithmonë. Gjithmonë festivalet e fundvitit do isha ta shikoja. Edhe ndjesha mirë sepse edhe atëherë jo të gjithë kishin rastin të shkonin në sallë festivalin e fundvitit, sa ashtu ka qenë me ftesa pak selektive gjëja. Dhe ndjeshe privilegjuar. Ndjesha shumë e privilegjuar. Edhe në 2 pjesëmarrjet në Eurovision, kur që kemi shkuar mbrapa, që kam shkuar atje ku janë bërë në Stamboll edhe në Rusi, domethënë në Moskë, me thënë drejtën, ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm. Që kështu
patjetër, mendoje si për vete, vllai jot që, domethënë, jashtëzakonshëm me tekstet edhe të cilit këndohen kudo në e çdo thash pak më rrugë. parë që njerëzit e mëdhenj nuk vdesin, ata jetojnë me veprën e tyre dhe shoh se për ditë Agim Doçin. Po. Alma, tani dua me sinqeritetin tënd më të madh, kush ka qenë momenti më i bukur, por dhe më i vështirë i jetës tënde? Nëse do të na thuar diçka për një moment që unë e di dhe unë kam qef ta rrefesh sot. Se ndonjëherë rrëfimet të bëjnë mirë në labirint në tru çlirojnë. Ka qenë një moment para 2 vitesh kur konstatova tumor në gjë dhe në fakt unë nga natyra jam shumë e kujdesshme për shëndetin. E kemi në kulturë familjare që çdo 6 muaj bëjmë analiza duke qenë në ritmin tim të punës. Unë gjithmonë e kontrolloj veten sepse më duket nuk kemi gjë në dorë, por një shërbim në të tillë duhet ta bëjmë, domethënë. Dhe ishte një limfonodus që unë e ndiqja prej 3 vite gjysmë dhe konstatuam që kishte ndryshuar arkitektura e gjirit dhe mbas analizave të rezonancës kuptova që ishte një tumor i gradës së 2 in situ për fat dhe ishte një përmbysje e gjithçkaje. Gjithë bota, kush ishte personi i parë që ja the? Gjithkush. Sepse unë kam edhe me ty e kam ndarë me njerëzit shumë të afërt. Doja ta ndanim me publikun sepse ka qenë moment. Ka qenë shumë dramatike. Baza. Dhe sepse unë kisha dinamikën time, unë nuk kisha asnjë klinik dhe nuk e planoja, domethënë kur jemi mirë nuk i pranojmë gjërat. Jo, nuk kisha, domethënë unë pak a shumë edhe njerëzit tash teknologjia përveç ka dhe gjëra të tjera të mira që njeriu hulumton edhe jo vetëm të muzika. Lexon. Dhe ritmi im ishte i pandryshuar. Dhe kështu që e konstatuam ajo që unë dua të jem falënderuese pafund dhe mirënjohëse është Zoti, sepse unë bëra gjithçka gati këtu dhe ai më mori për dorë dhe më njohu me një mjek të jashtëzakonshëm, Oreste Claudio Buonomo dhe Denisa Eskiu, që domethënë jo vetëm ma kanë lehtësuar gjën, por më kanë, domethënë ato ishin disa net të mia pa gjumë, shumë net pa gjumë. Dhe për ta shtensionuar pak situatën, mjeku më ka rrëfyer sepse ne kemi ndërtuar një koncert në Tetorin Roz me profesoresh Almen. Dhe mjeku më tha që Alma u fut në sallë duke kënduar opera. Po, ashtu ka qenë. Dhe domethënë dhe këtu tha mendova që unë do i ndërtoj një koncert kësaj zonje të madhe. Dhe kemi bërë vërtet një koncert shumë familjar, ku salla ishte mbushur sikur ndonjëherë. Dhe shumë liceu artistik. Po, dhe dua të gjej falenderoj shumë profesorin për gjithçka çfarë ka bërë për mua, jo vetëm profesionalisht, sepse ne kemi mjek të mirë, shumë të mirë, por ai ka dëshmuar tek mua një posturë njerëzore të jashtëzakonshme. Pra momenti më i bukur ishte koncerti, se prandaj e lidha gjithë këtë histori që mos ta bëjmë vetëm lot. Momenti më i bukur ka qenë koha e rehabilitimit tim, koha kur drama ime shumë e madhe dhe ky produkt që po ndërtoje pastaj. Dhe të gjithë këto një staf i jashtëzakonshëm mjekësh ishin në shërbim të kësaj drame. Pra, duke i kthyer ato 3 javë në ditët më të lumtura të jetës sime. Prandaj e them me zë të lartë, asnjë grua nuk duhet t'i frigohet një përballje. Pavarësisht se ti po der lot, nuk duhet friksohen. Jo, absolutisht. Domethënë sigurisht këto gjithmonë një njeriu jeton me frikë. Jeton me frikë, unë akoma jetoj me frikë sepse këto janë procese që asnjëherë nuk i dihet, por shërbimi ka qenë jashtëzakonshëm dhe pastaj për nder të profesorit dhe të gjithë mjekëve dhe të Deas dhe të gjithë mjekëve që u kujdesën për mua, unë bëra një koncert së bashku me Timbir, ku jam rikthyer në skenë sepse ti e di që unë kam të vështirë pak marrëdhënie me skenën dhe për shkak të ritmit tim të punës dhe pastaj unë prandaj tash ai ka qenë momenti më i bukur sepse Alma ka kënduar me
Ivo Gjikën, që është djali shumë i talentuar. Ivo erdhi nga Italia. Është ndër emrat më të mëdhej të Ivo është një pianist shumë i mirë. Nuk kemi shumë kohë mjaftueshëm se doja ta pyesja se si e gjykon rrugëtimin e Ivos Alma, por tani do të lëm hapësirë për të na dhënë një mesazh për. Do të takojmë sërish, të flasim. Teuta, si u ndjeve ti pas rrëfimit të Almës? Mund të na thuash dhe ti diçka për gjithë zonjat shqiptare që të jenë të kujdesshme të bëjnë ato mamografitë dhe të mos friksohen. Më pëlqeu shumë ajo që tha Alma, të mos friksohen. Pavarësisht se frika është brenda. Dëgjon, nuk është kollaj që të japësh direksione, por të them të drejtën, unë frikë nuk kam pasur asnjëherë dhe vazhdoj të mos kem. Unë jam goditur 2 herë, jo vetëm 1, po 2 herë. Dhe prapë më duket e çuditshme që edhe po ta kem risk, them që prapë do përballoj. Në këtë rrugtim kam takuar edhe zonja që thonin është era e pestë. Dhe ashtu, a? Po. Dhe ishin aq të bukura dhe aq vitale sa nuk e imagjinoni dot. Unë e dashur nuk kam qarë asnjëherë. Edhe pse në krye të 4 viteve u godita fuqishëm dhe në organ goxha jetësor. Nuk kam qarë, por kam bërë humor me këtë pjesën time. Dhe ti pse? Sepse vetëm ashtu mundet të jesh mirë me veten, mund të flësh atë gjumin që ti thua ju betohem s'kam ndetur asnjë natë pa gjumë. Sa e fort dhe sa emocionuese. Bravo. Është shumë meriton frymëzimi. Bravo. Dhe me këtë është inspiruese edhe për mua. Dhe me këtë sfiduese. Po, dhe me mos qamo. Ja dëgjoj se ka plot. Dhe me këtë frymëzim për gjitha gratë shqiptare që nuk duhet prishni gjumin, por duhet vazhdoni jetën, sepse jetën e ka caktuar fuqi e mbi natyrshme dhe kujdesi që ti do tregosh për të vazhduar dhe për të qeshur ditës dhe për ta jetuar si ishte dita e fundit e jetës. Se jemi gran fund ditës edhe kemi aq shumë punë sa na duhet dhe me që ti harrojmë. Marsi grave, ne kemi menduar një dhuratë për Teuta Doçin dhe një dhuratë për Alma Strazimirin që na i ka mundsuar Enzo Atini. Janë syze të personalizuara për vajzat tona të bukura që kemi këtu në studio. Shumë Enzo Atini kudo gjendur. Faleminderit. Mund t'i hapni vajza, edhe ti kontrolloni, edhe ti shikoni. Sa më pëlqeu kjo vajza. Vajza jemi, a jemi të forta, vitale. Këto do kisha zgjedhur. Dhe më mungon një e tillë. Sepse dia, unë njoh formatin e kokës tënde. Faleminderit shumë. Enzo Atini, faleminderit. Tash dua të shihem vetë që si do lutem. Ja ku e ke. Faleminderit Enzo Atini, dukesh shumë cool dhe shumë e re me shumë kinge. Shumë kinge tamam të dy. Enzo Atini me këtë stil të tregon në një 20 vite më të re, më të vogël. Po, një zonjë dua Enzo Atini atë. Mos i ishni se ju shkojnë shumë fantastik. Po kemi edhe një surprizë tjetër nga kuratori vizual Endri Beqo. Të shohim edhe Endrin çfarë ju ka. Na i tregoni dhe ne. Duhet t'i fusnin kornizë dhe t'i mbani në zyrë. Faleminderit Endri, je shumë artist. Dhe ky ishte podcast Labirint në tru me Alma Strazimirin dhe me Teuta Doçin, me Eda Banën dhe me Endri Beqon. Faleminderit Top Albania Radio që na mundson për të gëzuar zonjat shqiptare që kanë lënë shenja në histori. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe gëzuar. Edhe edhe të lumtura, shëndet, po, dhe vetëm buzëqeshje.